Përshëndetje të nderuar miq, jemi përsëri së bashku në podcastin Fjasim Arbërisht, ose unë fjas arbërisht, siç thot profesor Carmine Gentile. Dhe sot kam kënaqësinë t'ju bëj me dije që i ftuar i radhës është profesor Carmine Gentile, një personazh i njohur arbëresh, i cili po merret në mënyrë profesionale dhe apasionose, i apasionuar me gjuhën arbërishte, me gramatikën e saj, me alfabetin e saj. E kam sakt, profesor, apo jo? Pra ju jeni profesor në Universitetin e Kalabris, mos të gaboj, ke departamenti i gjuhës. Unë jam bëj ricerca në Universitetin e Kalabris. Pra, merresh me kërkimin shkencor në Universitetin Kalabres. Collaboratore, thuhet, na thomi collaboratore di ricerca. Po, bashkëpunëtor në studime. Unë do flas në gjuhën shqipe letrare, ju do flisni në arbërishte, që duhet ta themi është një gjuhë shqipe arkaike e italianizuar, apo jo? Profesor, më thoni, tashi së fundi Rai më në fund u kujtua të bëj edhe emisione për Kalabri në gjuhën arbëreshe. A është e vonuar një gjë e tillë? Unë kam zonë në shkrue bëj ricerca, ka shumë mod. U duhet kisha 14 vjetë. Kisha studentë në shkollë të lartë ku qonë. Tam njohu profesor Giuseppe Gangale. Kam punua bashkë me ato. Kam zonë të, si thomina, të namorarëm. Po, të dashuruar. Të dashuruar, në thëmë të namorarëm. Të namorarëm. Thash, e shqipe e italianizuar, arkaike e italianizuar arbërishtja. Ne, kemi italianizuar shumë. Po, krejt normal, më shumë se 5 shekuj. Është një profesor, është një mrekulli që e ruani akoma. Sipas meje edhe vullnet hynor, sepse të 5 shekuj të ruash, të integrohesh në shoqërinë italiane, por të mos asimilohesh, nuk është një gjë e zakonshme. Profesor Gangale thej se jona është njerëzuhe miracolo della linguistico. Po, është një mrekulli gjuhësore, jam shumë dakord. Sepse larg ka universiteta, kemi bjerë rritin bizantin, jemi të rritin latin. Po, ka edhe komuna cilat kanë vetëm rritin katolikë, kisha të komunitetit arbëresh i kanë vetëm rritin katolik. Jo të bizantin. Ato bizantine kanë të krahimi Cosenz, Lungro, Sant'Emilio Corone. Lungro është eparkia. Kam intervistuar veskovin e Lungros. Le parca di Lungro. Na kemi bjerë të fillimit vitit sekullit 1600, kemi bjerë pse vishkot katolik pas koncilit di Trento, na kanë bënë sa must të tishmo rriti bizantin. Drejt. Profesor, mua më informuan që ju tashmë keni të gatshme abetaren e gjuhës arbëreshe dhe keni edhe gramatikën e saj. Është e vërtet? Vërtet, u kam shkrua gramatikën komparata ka gjuha që frasmi Palagorio. Kam shkrua 2 libre, një historike, me titullin Palagorio Carfizzi San Nicola dell'Alto, e të ditën është
spigolando in Arberia e da lì kam universiteta boton te versione digitale e te versione cartacea boton fjalorin që kam bënure. Fjalorin e gjuhës arbërishte, le ta theksojmë, arbërishte. Fjalorin e gjuhës arbërisht ka tek që fjas hort, nëse me hort katundet, Puheriu, Karfitsi, Shinkoli. Se janë tre horë ka krahimi i kuxonit. Është një fjalor këtë tre hortë. E janë 27.000 fjalë. Një punë e jashtëzakonshme, urime, komplimente se njerëz si ju e kanë bajt gjallë gjuhën. Po, më thoni, a gjykoni ju të nevojshme unifikimin e gjuhës arbërore? Sepse unë pak e njoh, në Kalabri kam qenë për arsye pune, po e folura arbërishte nga njëra komunë, apo katun, si i thoni ju, në katundin tjetër kishte diferenca. Është shumë diferencët. A duhet njësuar gjuha? Duhet mësuar, është një problem jo i vogël, problemi i madh, bëmi të unifikojmë gjuhën. Unifikimi i gjuhës. Se nga katund do të se gjuha të tia ka të jere para. Po, le ta mbajnë edhe dialektin, po le të mësojnë edhe gjuhën e njësuar, gjuhën letrare. Sipas jush, a do ishte e nevojshme të bëjë një kongres gjuhësor, jo vetëm i arbëreshve, po edhe më gjerë, që të vinë edhe ekspertë nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia, të gjuhësisë, edhe ta konsultoni për të dalë në një rezultante, apo edhe? Ishë mirë. Si kanë thënë pak më pare, janë shumë kampanilizme. Kampanilizmet që bëjnë nëse nga një do të jeri pari, do të thonë ma pse ka të thuket kështuen, ka të thuket si somina, u thomaloj si ka të bëmi një fjalë bashkë për gjithë, allura bëmë të Shqipë. Për shembull, ne le të themi arbëreshve, që ne kemi njësuar tekstet e gjuhës me Kosovën, Shqipëria me Kosovën, i ka njësuar ato, i ka unifikuar. Pse të mos unifikohen edhe katundet tuaja në një gjuhë të njësuar? Lehet një gjuhë re, që një ka të studiarin, ka të studia këtë gjuhë re. Po, të bëhet kongres gjuhësor. Këtu në ime, kongreset e gjuhës ka një histori shumë e lartë. Pse në këtu në ku jetojure, është këtu në të Anselmo Lorecchio. Që të kongreset që bojina Corigliano, ai bashkë me Girolamo Moderada e të vulan të Lorecchiet, Luigi Lorecchio, kanë pënua shumë për gjuhën, për lindjet të gjuhës. Pra, ka ardhur kohë që të rinovohen ato vullnete filozofike dhe të dilet, sepse, profesor, a të rezulton edhe ty që gjuha arbëreshe rrezikon të zhduket, sepse të rinë nuk po e mësojnë? U thëmë në kozë, pëse gjuha e bon në tavolino kështu, në thëmë a tavolino, që i bon shumë herë, në disë që ka të sopë, se u kujtoj se profesor Gangale, ma pse kanë bon këtë gjuhë të Shqipëria, kur ata kishin rrenjët e fjalëvet, a i bojsh një zelë.
aereo, adesso aereo, avione, Avionit. se attaccano regnin ka fjala flutura. Po. E kanë marrë ka fjala inglisht e thonin avion. Po. Mund të rinovohen shumë tekste, mund të rinovohen shumë fjalë. Ne kemi filluar në një farë mënyre në Shqipëri të bëhet kjo gjë, po nuk është e kollaj. Po unë besoj që tashmë duhet në mënyrë absolute që gjua arbëreshe të mësohet në mënyrë të detyrueshme në të gjitha shkollat e komunave arbërore. Ju si mendoni? Po është mirë, problemi jonë ka qenë se o bjerë gjuka pse të shkokan në studiove. Po. Tani kanë filonjë sa ku të borë, kur ure më patë të vejat të shkokat të larta, u kam borë profesor di lettere, italiano e storia të shkolla larta, kam punua, kam qenë ministr të shkollat fillore. Po. E kam qenë i pari sa ku të biesh para këtë problemin të gjukës që ka të bëhë të shkolla. Tani, oqë lidhet në një shperonzë, në një shpresë të mirë se zohet. Ka një iniciativë ligjore në dhomën e ullët të Parlamentit Italian nga deputetja e 5 yjeve, Ana Oriko. Ne kemi ligjen, është një ligje... Po, 482-shin, a e di atë, po nuk e zauron ai. 482-shi është i viteve 90, dhe të rinj tot nuk po e mësojnë. Prandaj, ai ligj duhet amenduar, edhe duhet fëmijët le të shkojnë të studiojnë në Cosenza, në Firenze, në Washington, ku të duan, po ta mësojnë gjuhën e mrekullueshme, arbërishte, në shkolla fillore, ta mësojnë ta flasin dhe ta shkruen, nuk e harojnë kur më, apo jo? Problemi se ne kemi profesor që dinin gjuhën. Kemi profesor që dinin gjuhën mire. Po, mua më rezulton që kur intervistoj, si po jo intervistoj juve, kryetar komunesh, apo më thonë që kemi docentët për ta bërë këtë gjë. Nuk është se na mungojnë docentët. Ma problemi o ki. Unë flasë italian. Po. No? Esempio. Ma në kam l'abilitazione sa ku të insegnare italian të shkollat. Ure flasë italian, ma gjithë këtu flasëm italian. Këta gjithë po ti shumë docentëra, jo. Njo këtë ke preparacioni specifika sa ku të borë. Nga këtë undë është në një si mua që fjetë arbresh që din më mirë, ma nga l'abilitazione tecnica sa ku të borë docentin arbresh. Juve pra keni bërë alfabetin. Unë kam intervistuar Carmine Stamile të Cerzetos, profesorin 92 vjeç që i ka dedikuar jetën gjuhës arbërishte. Edhe ai ka bërë alfabetin e tij, dhe ai ka bërë gramatikën e gjuhës. Këto tekste tuaja duhet të, në një kongres gjuhësor, duhet të njësohen dhe sigurisht të specializohen ata që janë të gjuhës shqipe, të specializohen shteti shqiptar, po dhe shteti italian, ti financoj, sepse në qoftë se humb kjo gjuhë, është një mkat i madh. Mbas gati 6 shekujsh, kjo pasuri e trashëguar gojarisht në familjet tuaja, të humbë sot, është një mkat si për Italinë, ashtu për Shqipërinë dhe për Kosovën. Nuk kjo gjë nuk duhet lejuar kurse si, apo jo? Ishtë mirë, ma ishtë shumë mirë, ka të ishtë governi, është një ligje, të ku thotë, na financione një kurs të universiteta të prepararmi docentët.
si e leta iniciativa jonë, kush e bon, kush nge bon, pra një sordë, Jo, projekt ligji që unë ju referova, i deputetës Ana Oriko, që është me origjinë nga Aqua Formosa, nënën e saj e ka arbëreshe, e parashikon edhe financimin e kësaj gjëje, sepse asgjë nuk bëhet pa financim. Ne, ato janë në zgjedhje, tash i Kalabria është në zgjedhje, po ne duhet të nxisim gjithsecili që ky ligj, ky amendament që ka propozuar deputetja arbëreshe Ana Oriko, të bëhet ligj edhe të bëhet mësimi detyrueshëm me financimet nga shteti italian që nxënësit arbërisht të mësojnë në shkollë. Vetëm duhet vullnet i njerëzve për ta mbështetur këtë deputetë, besoj. Shmire. Pse kur në thëmë gjimjet kuptonjë se gjuha jone është një pasuri. Bilinguizmi trut i bën më të madhe. Po, i bën më të mirë. Më të mirë. Këtu thuhej, tani është ndëron, ma thuhej, e kur u isha ministër shkollë fillore, shumë vijin, më thejin, ti në katë mësoq gjuhën arbëreshë bishët tëne, pse pra në mësonjën mirë italianin. Po, nuk, sigurisht të jesh bilinguist, të jep mundësi të jesh më inteligjent, të jesh më i përgatitur në jetë. Po, edhe të jesh në të mirën e shtetit përkatës, në shtetit ku jeton në Italinë, po pse edhe shtetit origjinës, vendit origjinës, madre patria, si që i thoni juve, Shqipërisë. Po, profesor, keni marrë pjesë në këto aktivitetet që ka organizuar Ministria e Jashtme Shqiptare nëpërmjet qendrës së studimeve dhe publikimeve në arbërisht, me profesoreshën Diana Kastrati në krye. Keni marrë pjesë në këto takime ju? Jo, më ka marrë pjesë pse është ka di vjetë që më vëdiq shoqja. Aha, ngushëllime. E jam kam pasu kret njerëzore. Po duhet patjetër se jo vetëm 2 personat marrin pjesë, ata kudo. Duhen të gjithë juve të jepni kontribute, të konsultoheni, sepse po ju la 2 personave, sa do të zotë të jenë ata, gabojnë. Apo jo? Kështu që mos kemi referenca vetëm në 2 persona. Unë, sa po mora vesh? Ju, jeni duke u marrë me një gjë konkrete për mbrojtjen e gjuhës arbërishte? Po. Me çfarë? Më bërë mëgët. Na i tregot lutem për ata që na ndjekin në Artur Nura Channel. Me çfarë po merrin tashi që të mos lejojmë që gjuha arbërishte të vdes, po të mësohet dhe të shkruhet? Mirë. Po, keni në i projekt në veprim tani? Unë e kam një projekt profesor Timari, ku në shtetin e Kalabrisë, të bëj një manual për shkollat fillore e mesme. Shumë bukur. Një manual të gjuhës arbërishte. Manual të gjuhës arbërishte. Shumë bukur. Kjo është një mrekulli. Edhe do i shpërndahet të gjithë nxënësve, as si është e menduar? Për gjuhës arbërishte vetëm për kortë katundet ka hemi i kutonit. Sepse për shkollët fillore ka hemi e kozens është një manual. E ka bëtua 2-3 muaj parë. Shumë bukur, ju urime, komplimente, sepse janë gjërat nevojshme. Derisa të bëhet një kongres gjuhësor, ku të marrin pjesë të gjithë kompetentët e fushës, ata të nevojshmit, dhe të ndërtohet një abetare alfabet pra i njësuar dhe një gramatik e njësuar dhe nxënësit e arbërishtes
ta mësojnë në shkollë. Qofse arrim të kjo do jetë plotësimi i detyrës tonë ndaj Zotit, sepse derisa ju thoni është një mrekulli që e kemi ruajtur, pra është një vullnet hyjnor, ne në tokë, ne vdekatarët, duhet bëjmë detyrën, mos e lejojmë të vdes. Nëpërmjet punës tuaj profesionale, profesorati, edhe ne si gazetar, po edhe të tjerët që kanë detyrimin për dhënë, pra politika, dhe t'japi ajo, të japi financimet e duhura, që kjo gjë të mos ndodhë. Është një shërbes që më bëhet, sepse fjalët ndërronjën. Sigurisht, gjua evolon. Sintaksa, sintaksa është ajo, tek katunet e koska e krahimit të Bullgariut, e Koçonit, katunet e krahimit të Kozens, sintaksa është ajo, në ndërron. Drejt. Pra duhet patjetër. Okej, unë ju falenderoj, edhe është kënaqësi që unë me gjuhën letrare shqipe dhe ju me gjuhën arbërishte, që është shqipe arkaike, ose le të përdorim termin mbiemri cilësor e vjetër, antike, edhe e italianizuar, kuptohemi mjaft mirë, se ka njerëz, shumë pak janë, me gishtat e dorës numërojnë, që besojnë që arbëreshët janë grek, nuk janë shqiptar. Çfarë do i thoni ju këtyre? Arbëreshët janë grek, thonë disa. Arbëresh, në thome se me bresh, kur fjasmi me një shqiptar, thonë mi gjaku jone. Gjaku shprishur. Gjaku shprishur, gjaku shqiptar, jo gjaku grek, do më thënë. Sakt, shumë sakt. Ne jemi gjaku i shprishur. Ne këtu, ata në Kosovë, shqiptarët në Maqedoni, shqiptarët në Greqi, shqiptarët në Serbi, janë gjaku, apo se ke edhe në Kroaci e ke gjithëndi, janë gjaku i shprishur. Janë shqiptarë. Unë ju falenderoj juve, për nderin që më keni dhënë. Edhe unë juve për nderin që na bëni ne gjithë shqiptarëve, duke kontribuar në mënyrë profesionale për të ruajtur dhe për të dinamizuar, edhe pse jo gramatizuar, pse jo edhe alfabetizuar, që të shkruhet, kjo gjuhë e mrekullueshme hyjnore sipas meje. Të rrot sa malet gjuha jonë. Të roj përtej maleve, me gjithë derisa ketë njerëzim të ketë edhe gjuhë shqiptare, arbërore apo letrare si ta dëshirojnë. Faleminderit profesor dhe ju uroj me gjithë zemër gjitha të mira. Ditë të mbarë dhe juve. Faleminderit dhe ju që na ndiqni në Art Turnura Channel në podcastin Fjasim Arbërisht. Sot ishim me profesorin Carmine Gentile. Nga unë Art Turnura, mirupafshim.